Si arrestuan SBA-t presidentin e Venezuelës? Si e kap një objektiv me vlerë të lartë, kur e gjithë bota po të shikon, krijon një masterclass mashtrimi. CIA e përgatiti skenën me një ndërtesë të vetme si Karem dhe mbushi qiellin me 150 avion për të krijuar një mburojë shurdhuese sonike që helikopterët të hidhnin forca Delta. Në 35 sekonda ndriçoi perimetrin, duke kthyer natën në ditë. Kur pluri ul, helikopterët ishin ulur tashmë dhe Maduro ishte zhdukur. Do të shohim gjithashtu se si SBA-t përdorin avionët F-35 dhe marinën e tyre për të nisur një sulm në shkallë të gjerë në videon që do të shihni më poshtë. Në mes të natës, drita të shua në Caracas. Deri në orën 5 të mëngjesit, presidenti i Venezuelës ishte zhdukur. Por si e luajti SBA-ja një lojë mashtrimi, ndërsa gjithë bota ishte përqendruar te transportuesit të avionëve në Karaibe? Një luftë në hije po zhvilloi në tokë. Ky nuk ishte një pushtim, ishte një nxjerrje kirurgjikale. Më në fund, kemi kronologjinë e deklasifikuar se si forcat amerikane depërtuan në zemër të Caracasit dhe nxorën Nicolas Maduron. Le të fillojmë me hapin e parë, organizimin. Kjo nuk ndodhi brenda natës. Për muaj të tërë, SBA-t kishin shtrënguar një karantinë detare rreth Venezuelës. Grupi i sulmit transportuesit amerikan R4 dhe grupi i gatshëm amfib amerikan EUIMA ishin parkuar pranë Bregdetit. Preteksi ishte i qartë. SBA-t e shpallën qeverinë venezuelane, një shtet narkoterrorist, duke synuar posaçërisht baronët e drogës. Por ndërsa marina shtrëngonte Bregdetin, asetet e inteligjencës po gjurmonin një burr. Ata pritën një dritare specifike, një moment kur Maduro ishte i palëvizshëm dhe i prekshëm. Hapi i dytë, sulmi, filloi saktësisht në orën 2 të mëngjesit, sipas kohës standarde të Venezuelës. Lart sipër, disa avion luftarak F-35 hapën një vrim në linjat e armikut, duke destabilizuar mbrojtjen e tyre kundërajrore, si këto raketa ruse S-300 të vendosura në të gjitha objektivat strategjik me vlerë të lartë. Me qiellin e pastër, rruga u hap për helikopterët e Delta Force për të fluturuar drejt misionit. Ja ku vjen mashtrimi, ndërsa helikopterët fluturonin, avionët filluan të qellonin me më shumë sulme, ndërsa goditën Fortunën, bazën kryesore ushtarake dhe qendrën e komandës, dhe bazën ajrore La Carlota, duke destabilizuar mbështetjen ajrore të Venezuelës. Raportet nga toka përshkruan shpërthime të përhapura dhe një ndërprerje të papritur të komunikimit. Kaosi nuk ishte qëllimi, ishte mbulimi. Por si ndodhi Bastisja? Duhet të shohim hapin e tretë. Në mbulesën e errësirës dhe kaosit, operatorët e nivelit 1 filluan punën. Njësia e saktë e ngarkuar me misionin ishte Delta Force, një nga njësitë më elitare dhe sekrete të forcave speciale në ushtrinë amerikane. Dëshmitarët në Caracas raportuan avion që fluturonin ulët, duke fluturuar mbi çati, duke fluturuar shumë poshtë mbulimit të radarit. Ekipi hyri në një kompleks të sigurt që besohet ishte një shtëpi e sigurt brenda kompleksit masiv Fortuna. Rezistenca nga garda presidenciale e Venezuelës ishte e shpejtë, por në fund të fundit e kotë, ndërsa helikopterët hapën zjarr mbulimi. Operatorët lëvizën me shpejtësi kirurgjikale, duke ulur në pika të shumta. Por si ndodhi saktësisht kapja dhe nxjerrja, për këtë le të shohim mapin e katërt. Helikopterët e specializuar fluturuan mbi objektivin për të futur ekipin e sulmit, ndërsa 10 helikopterë sulmi odhën në zjarr shtypës. Forcat speciale Delta zbritën dhe filluan kërkimin për objektivin me vlerë të lartë. Si e gjetën atë? E thjeshtë. CIA kishte futur një spion brenda rrethit të ngushtë të Nicolas Maduros. Ndërsa ishin përsëri në SBA, Delta Force ndërtoi një kopje të saktë të shtëpisë të tij të sigurt, duke provuar bastisjen derisa mund ta bënin me sy të lidhur. Ndërsa operatorët hynë në dhomë aq shpejt sa sigurimi i tij nuk mund të reagonte, zhurma e granatave shkrepse i çorientoi rojet. Duke përdorur pajisje me flak, ata e kapën atë para se të mund të mbyllte të gjitha dyert. Shoku dhe frika e Maduros e ngritën atë ndërsa Delta Force hyri në kompleks. Nicolas Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, u siguruan fizikisht. Ky nuk ishte një negocim. Ata u ndaluan dhe u zhvendosën menjëherë në pikën e nxjerrjes. Këta avion janë të aftë të kryejnë në nxjerrje urbane nga ndërtesat dhe të furnizohen me karburant në ajër. Brenda pak minutash, ata u ngritën në ajër, duke lënë hapësirën ajrore të Venezuelës dhe duke u drejtuar në një bazë të sigurt lundruese në Karaibe.
Ky operacion, Shtiza Jugore, ka ndryshuar artën gjeopolitike të Amerikës së Jugut brenda natës, por para nxjerrjes së avionëve, pati raportime për avion F-35 që gjithashtu udhëhoqën në majën e Shtizës për sulmin. Do të shohim se si Shtetet e Bashkuara përdorën avionët F-35 dhe F-16 për operacione në Venezuelë. Sepse një Venezuelë e organizuar mirë dhe militarizuar ka pozicionuar sistemet përparuara raketash ruse S-300, rrjete radarësh kinez, mbrojtje aerore të integruar ruse dhe dronë Shahed përgjatë kufive të saj. Kjo krijon një mjedis shumë vdekjeprurës dhe sfidues që F-16 dhe vjetër do ta kishin vështirë të mbijetonin. Siç u tha, rreth 150 avion dhe 8 shkatrues amerikan ishin të stacionuar atje. Ajo gjithashtu ka 3 transportues sulmi amfib dhe aeroplan mbikëqyrjeje për të ndruar atë në një forcë të madhe komandimi dhe kontrolli të aftë për të kapërcyer mbrojtjen aerore të një ushtrie moderne, duke sinjalizuar gatishmërinë për t'u kundërvënë të gjithë rrjetit të mbrojtjes aerore të Venezuelës nëse është e nevojshme. Por pse forcat aerore të Venezuelës dështuan të zbulonin? Që nga viti 2025, flota e avionëve luftarak të Venezuelës përbëhet kryesisht nga afërsisht 21 avion luftarak shumë rolësh, Sukhoi Su-30 të dorëzuar nga Rusia midis viteve 2006 dhe 2008, të cilët tani formojnë shtyllën kurrizore të fuqisë së tyre aerore luftarake. Përveç kësaj, ata mbajnë rreth 5 F-16 Fighting Falcon operacional nga një grup më i vjetër, duke përfshirë 3 F-16A dhe 2 F-16B. Këta F-16 po plaken dhe vuajnë nga mirëmbajtja dhe mbështetja e kufizuar për pjesë për shkak të sanksioneve të SBA-s, megjithse janë plotësuar me përmirësime izraelite. Venezuela i bleu avionët e saj F-16 nga Shtetet e Bashkuara përmes një marrëveshje shitje ushtarake të huaj të quajtur Peace Delta në maj 1982, gjatë një periudhe marrëdhëniesh të mira diplomatike dhe ushtarake. Ata ishin vendi i parë i Amerikës Latine që mori F-16 me dërgesa që ndodhen midis viteve 1983 dhe 1985. Arsyeja pse SBA-t nuk përdorin F-16 në operacionet aktuale është sepse këtyre avionëve u mungojnë aftësitë e fshehta të nevojshme për të shmangur S-300 dhe mbrojtjet tjera të integruara. Sistemet e përparuara S-300V ose Antey 2500, të mbështetura nga radar të dendur kinez dhe rus, mund zbulojnë dhe synojnë lehtësisht avion të vjetër në distanca të gjata. Dërgimi i F-16 në një mjedis të tillë do të rezultonte në rreziqe të larta raskapitëse, pasi ato janë të ndjeshme ndaj zbulimit të radarit dhe angazhimit të raketave. Paruar sistemin rus të mbrojtjes ajrore, Buk, që mund të shkatërrojë një F-16 me lehtësi. Këto sisteme të lira, SA-11 ose SA-17, janë tashmë aktive dhe të lëvizshme në të gjithë vendin. Përveç kësaj, F-16 janë më pak efektiv në hapësirën ajrore të kontestuar të mbushur me dron, veçanërisht të dronët iranian Shahed, të përdorur nga Venezuela për zbulim dhe sulme kamikaze. Megjithatë, F-35 ofron avantazhe thelbësore. Dizajni i tij i fshehtë mundson atij të fluturojë pa u zbuluar ose me rrezik shumë më të ulët, duke bërë atë efektiv kundër raketave të përparuara Tokajer dhe sistemeve të radarëve të rrjetit. Bashkimi sensorëve, lufta elektronike dhe aftësitë e lidhjes së të dhënave i lejojnë atij të shtypë dhe të shënjestrojë njëkohësisht pozicionet e mbrojtjes ajrore të lëvizshme dhe të fiksuara, duke u përshtatur shpejt për t'u kundërvënë konfigurimeve të radarëve rus dhe kinez. Ndërsa avioni shkatërroi mbrojtjen kundërajrore të ushtrisë venezueliane në tërësi, kjo lejoi CIA-s dhe forcave speciale të përparonin drejt objektivit të tyre. Prania dërmuese e sistemeve të përparuara të mbrojtjes ajrore dhe dronëve rus, kinez, iranian dhe vendas në kufirin venezuelian do të thotë që avionët luftarak të fshehtë janë vala e parë e sulmit, duke siguruar si mbjetesë ashtu edhe aftësi goditje të nevojshme për operacione të tilla. Por si rrotullohen ato në drejtim të akrepave të orës? Distanca nga Porto Rico në Venezuelë është rreth 1300 km. Kjo është afërsisht 810 milje, që përkthehet në rreth 1 orë e gjysmë kohë fluturimi për një F-35 që fluturon me shpejtësi të lartë subsonike. Këta avionë rrotulloheshin në drejtim të akrepave të orës dhe erezja e luftimit të tyre është afërsisht 770 milje, që do të thotë se mund të arrijnë pjesën më të madhe të Venezuelës nga Porto Rico me menaxhim të kujdesshëm të karburantit dhe me qëndrim të kufizuar. Për të zgjatur kohën e misionit dhe për të arritur më thellë në brendësi të vendit, anihet cistern të furnizimit me karburant ajer-ajer të vendosura strategjikisht në rajonin e Karaibeve mbështesin këto operacione. Në situata që kërkojnë sulme brenda disa minutash,
anije sulmuese amfibe amerikane të pajisura me F-35B mund të lëshojnë avion luftarak me shpejtësi. Nga anijet e tilla të pozicionuara në Karaibet, F-35B mund të arrijë objektivat venezuelian brenda afërsisht 15 deri 20 minutash, kjo në varësi nga shpejtësia dhe rruga. Objektiva zakonisht përfshin rrjetet e trafikut drogës, instalimet të mbrojtjes ajrore, qendra komande dhe objekte dronësh, duke mundësuar mundësi fleksibile sulmi me bazë deti kundër infrastrukturës ushtarake dhe kriminale venezueliane. Në thelb, vendosja e F-35 nga SBA-t pranë Venezuelës ripërcakton aftësitë ushtarake në rajon. Ai kombinon në fshehtësinë, sensorët e përparuar, luftën elektronike dhe operacionet e rjetëzuara për të kapërcyer mbrojtjen ajrore të sofistikuar dhe për të ruajtur epërsinë e vazhdueshme ajrore dhe aftësinë e shpejtë të sulmit kundër një spektri të gjerë objektivash në Venezuelë. Kjo pasqyron një strategji që shkon përtej luftës kundër narkotikëve për të penguar dhe, nëse është e nevojshme, për t'ju kundërvënë me vendosmëri kërcënimit ushtarak venezuelian. Gjithashtu, ne u thelluam në komponentët detar, ajror dhe toksor të triadës zbërthamore. Prandaj, abonohuni për më shumë video që të mos humbisni